Prej punëve që i ka bot më të mëdha që unë i konsideroj është themelimi dhe përpilimi, themelimi i bibliotekës së medresës, të cilën e ka formuar në zyrën e nidham të kryesisë fesë islame. Së bashku me të kemi vënë numrat, në për libra, së bashku i kom në masdite, i kom ndihmu, si me thonë në atë aspekt që a i ka shënu, ju ka caktu vendet, kurse unë i kom shkru ato numrat edhe kemi ngjit numrat e për libra edhe kemi radhit librat, a i ka radhit si mas vendave, pozitave edhe temave që i kanë përmbajt. Nuk di si të them ndryshe përveç se ka qenë një prind ideal, një prind i përkushtuar për të ardhmen e aty në fëmijëve, edhe jo vetëm fëmijëve të vet, po edhe fëmijëve të vllaut. Është për kujdes si për mirëmbajtjen e jetës tyne, apo saçërisht për shkollimet e të gjithë fëmijëve, tu i përfshi edhe femnat. Edhe pse rrethanat kanë qenë shumë ndryshe në atë kohë. Ajo ka qenë i përkushtuar për arsimim. Me qenë se kanë pas, si thonë, edhe traditë familjare, edhe babën e ka pas një hoxh, një intelektual i asaj kohe, i rrallë. Prandaj, në përgjithësi, për kujdesi kryesor e tij ka qenë shkollimi i fëmijëve.